Përshëndetje. Po, ema është kërkon zgjedhje. Po, të reja. Ai nuk kërkon zgjedhje, po kërkon qiqra në hell. Qiqra në hell. Po pse qiqra në hell? Po, ashtu. Për sa i përket problemit të asaj meloni që i ra në gjunjë, nuk i ra melonit, po i ra Italis i priti gjitha ata emigrant, në atë kohë aq të vështirë. Dhe po i mban e po i jep, do me thënë, që janë të kënaqur, edhe ne këteja. Po? Tjetra, përsa e përket misionit, unë marri, ose jam pa punë, se jam 77 vjetë edhe po punoj në arë, do me thënë që edhe natën kam shkruar, kam 26 vjetë në mision, dhe kam misionin e Shqiponjës, po, a i që prishi e shka të roj për te, ka të drejtë që thot jam në mision, po ka misionin e djallit, jo të Shqiponjës. Kam dhe një tjetër, e do t'i prek një qikto me tema, për problemin e asaj Zeqines, që e përgojuon. Ajo Zeqines ishte një artiste dhe tjeri artistat mëdhenj kanë zirë, si Kadri Roshin, Luftar Pajin, dhe shumë të tjerë. Po Zeqines nuk i dha grusht, po e përgëdheli, fushat. Tani, po them një jam dy vargje, unë jam në Fier. Fier moja Bolloni, me Shqiponjë shëntëri, të ke qenë më Perëndi, që zbrite në Shqipëri. Ti qenë në përmet, shkërko dhe në Fier, qupe dhe Libeu të rëndafil me erë. Ate që i njëz dhe Gonxhe, Gonxhe që një të rëndafil, që është balta me e mirë. Mori balta e kryoj, i dha frymë në frymë e ti, bashkë me te u dhe një trup, që është zonja Shëmëri. Të përshëndes. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë Shqiponja shëntoria. Ju përshëndes edhe unë për telefonatën zonja Shqiponja.